prokuror tjetër. As Altin Dumani që fshihet si skuth, që e fsheh veten. Se Altin Dumani po kthehet masha dhe leva e qeverisë në këtë moment. Se ai tha mbështes prokurorët për hetimet që po bëjnë ndaj Ballukut dhe kujdo. Altin Dumani është pjesë e dosjes së tunelit Llogaraz dhe nuk ka asnjë moment nuk është përfshirë të hetohet e dosje, po e bën të gjithë Dritan Premçi. Dhe bravo i qoftë, është kurajoz. Për mua, pas Olsi Dadus, Dritan Premçi është një nga njerëzit që meriton mbështetjen absolute nga publiku. Sepse ky njeri po heton dhe po vallet me presione. Dhe ju thoni që nuk e ka mbështetjen e Dumanit, po përkundrazi e ka pengesë. Është kamikaz dhe njeri i kapur nga instancat e qeverisë. Pra Altin Dumani duhet ikë njohur parë nga institucion, sepse ka keq përdorur mandatet tani. I ka mbaruar dhe duhet zhduket nga aty, sepse është njeriu që keq përdor për jurikimin dhe për interesat e qeverisë reformën drejtësi. Për këtë është po e pengon Dritan Premçi. Pse tha që unë ta i kam dhënë mbështetje nuk u shfaqur ankime. Çfarë ankesësh do të shfaqte? Ai e dinte shumë mirë që Dritan Premçi është telefonuar nga Edi Rama. Dhe këtu është rasti flagrant. Por unë do të përgështroj një pjesë mirë të gazetarëve të cilë ka thënë që i ka bërë presion. Jo. Unë e di bisedën telefonike ku Edi Rama ka folur me Dritan Premçi nëpërmjet telefonit të Ulsi Manjës. Dhe ka thënë, kush është përmbajtja? Përmbajtja është kjo gjë. Ajo që di unë në rrugë informale është kjo gjë. Që Edi Rama ka pyetur Dritan Premçin, çfarë ka në atë dosje, çfarë keti për Belindën dhe Ballukun. Premçi ka thënë që unë kam ato që ti di dhe ato që janë bërë publike, faktet lidhur me disa afera korruptive. Rama pretendohet që t'i ketë kërkuar shtyrjen e masës së arrestit pas zgjedhjeve të Bashkisë Tiranës. Kjo është biseda. Po nëse është kështu, nuk përkon me atë që Timoni Pikal ka zbardhur nga një diskutim që është bërë në qeveri mes Ramës dhe Ballukut, ku ky fundit i ka thënë t'i jap dorëheqjen dhe Balluku ka thënë unë nuk jam Erion Velia dhe nuk ndërmarr veprime të tilla. Dhe ai ka thënë këtë do ta shohim. Kjo ngjarje, kjo që po përmendni aktualisht është një bisedë që ka ndodhur para një jave në qeveri, ku Rama i ka kërkuar Ballukut që në rast se do ketë hetim, sepse i ishte ndjeni. Pra unë besoj pas kësaj telefonate, Rama ka pasur një komunikim me Ballukun dhe kjo është publike, e din shumë edhe kryeministri dhe në qeveri këtë gjë. Që Rama i ka thënë që nëse ka hetim ndaj teje, nuk duhet të mbash qendrim politik, por duhet të japësh dorëheqjen. Unë nuk jam Erion Velia, i ka thënë Balluku, që të ndërmarr veprime të tilla. Rama i ka thënë këtë do ta shohim. Pra, aktualisht ka një konflikt brenda qeverisë midis Ballukut dhe Ramës, sepse kërkon zonja që të mbajë një qendrim absolutisht kundër interesave të Partisë Socialiste apo gjitha qëndrimeve që ka mbajtur qeveria në raport me ata që janë marrë të akuzuar nga drejtësia. E kuptoj, po pse e ka marrë për shembull Veliaj, se Veliaj nuk dha dorëheqjen. Ka një gjë, Belinda Balluku e di eksperiencën e Veliajt dhe di çfarë pret. Do të thënë, kalvari i gjatë i atyre çfarë do ndodh. Rreth Belinda Balluku do shihet muaj në vijim. Zoti Kikia, besoni se do të paraqitet zonja Balluku të